Thethi vijon të jeti izoluar si pasojë urtegëve që po bien në këtë territor në pikën më të lartë në qafën e thorës 1700 metër mbi nivelin e detit. Kjo pikë turistike prej 4 ditësh është e paksesueshme, pasi në afërsi të tuneleve panoramike rënja urtegëve ka qenë e vazhdueshme, duke shkaktuar bllokim të rrugës dhe përpasoj fadromat e firmës kontraktuese janë urdhëruar të mos lëvizin në këtë territor. Gjithashtu edhe për banorët, qarkullimi është i bllokuar. Policia rrugore po e mban në monitorim situatën, ndërsa pritet që së paku deri ditën e njëjtë kjo zonë të mbetet e paqarkullueshme. Ndërkohë në pjesën tjetër të territorit të zonave malore, rreshtet e Dëborës nuk kanë krijuar probleme sa i përket qarkullimit. Ndërsa kushtet atmosferike janë përmirësuar në orët e fundit, prezenca e ujit vijon të jetë në njësinë administrative të anës së malit si pasojë e shkarkimeve nga hidrocentralet. Korporata elektroenergjitike shqiptare ka bërë me dije se prurjet në kaskad janë të shumta dhe përpasoj shkarkimet kanë vijuar dhe gjatë ditës së sotme. Sipas Kesh, prurjet janë në nivelet më të larta historike, krahasuar me periudhën në të cilën ndodhemi në të 3 hidrocentralet e kaskadës së Drinit, në Fiers, Koman dhe në Vaun e Dejes, dhe përpasoj edhe në orët në vijim, shkarkimet do të vijojnë ndërsa situata po mbahet në monitorim. Prezenca ujit në rrugën e Obotit është rreth 40 deri në 45 cm, duke e bërë të pakalueshme për mjetet e ulta. Në gatishmëri të banorëve janë mjetet e larta të kalueshmërisë së ushtrisë që së bashku me efektivët po i vinë në ndihmë komunitetit të kësaj zone. Edhe në tokat bujqësore ka prezencë uji, ndërsa fatmirësisht nuk raportohen banesa të rrethuara apo të përmbytura nga uji. Sipas të dhënave të drejtorisë së ujitjes dhe kullimit, në pikat monitoruese niveli vijon të jetë në kota kritike. Në liçenin e Shkodrës është 7.90 metër, ndërsa në Lumindrin 7.70. Sa i përket funksionimit të kanaleve kulluese, argjinaturave mbrojtëse dhe digës së rezervuarit të Shtodrit, nuk raportohen problematika. Në bashkitë e tjera të territorit, atë të Vaut të Dejes, Malësit Madhe, Puk dhe Fusharës, situata është e qëndrueshme dhe nuk raportohen problematika apo emergjenca.